mirë se erdhët. Tani, nëse keni provuar ndonjëherë të ndryshoni një zakon dhe keni dështuar, mos u shqetësoni. Problemi nuk jeni ju. Sot do ta zbërthem këtë ide duke u futur thellë në parimet e zakonet atomike. Dhe po ju a them që tani, nuk bëhet fjalë thjesht për të ndryshuar atë që bëni, por për të ndryshuar atë që jeni. Okej, le ta nisim menjëherë duke shembur një mit vërtet madh, një kurth ku bien pothuajse të gjithë. Besimi se për të arritur qëllimet na duhet thjesht më shumë motivim. Dhe ja ku qëndron problemi. Shumica prej nesh mbështeten tek karburanti gabuar. Imagjinojeni pak. Motivimi është si një stuhi, i fuqishëm, por krejt i parashikueshëm. Sot është, nesër jo. Kurse disiplina, ajo është si një far deti, e palëkundur, e qëndrueshme, edhe kur deti është me dallk, edhe kur nuk ndjehemi fare në humor. Është pikërisht siç thuhet këtu. Motivimi mund të jetë shkëndija fillestare, ajo që të ndes, por disiplina është motori fuqishëm që të mban në lëvizje, sidomos kur rruga bëhet e vështirë dhe e mërzitshme. Pra, ta themi troq, të presësh motivimin është si të presësh që moti të jetë gjithmonë me diell për dalë shëtitje. Nuk funksionon kështu. Çelësi nuk është të ndihesh gati, por të veprosh pavarësisht se si ndihesh. Ky është ndryshimi thelbësor. Mirë, atëherë, nëse motivimi nuk është zgjidhja, cila është? Ku fshihet sekreti? E po, gjithçka qëndron në një zhvendosje të vogël por teje të fuqishme të fokusit. Nga ajo që bëjmë, te ajo që bëhemi. James Clear e shpjegon këtë me 3 shtresa. Tani, shumica njerëzve nisen nga jashtë brenda. Fokusohen te rezultati, pra te shtresa e parë. Për shembull, dua të humbas 10 kg, por ndryshimi vërtet, ai që zgjat, vjen nga brenda jashtë. Fillon me identitetin, me atë që beson për veten. Mendojeni kështu, çdo veprim që bëjmë është si një goditje dalte që jep formë statutës së identitetit tonë. Pra, për të ndryshuar statutën, duhet të ndryshojmë mënyrën se si e mbajmë daltën, duhet të fillojmë të besojmë gjëra të reja për veten. Dhe kjo ide është vërtet busulla jon, ylli polar siç thuhet këtu, sepse e rikoncepton plotësisht lojën. Qëllimi nuk është thjesht të lexosh një libër, është të bëhesh një lexues. Qëllimi nuk është të vraposh një maraton, është të bëhesh një vrapues. E ndjeni diferencën? Këtu flasim për zakone të bazuara tek identiteti. Pra, në vend që të thuash dua të humbas pesh, bë një pyetje krejt tjetër. Çfarë do të bënte një person i shëndetshëm në këtë moment? Ky ndryshim i vogël në perspektivë ndryshon gjithçka. Dhe pikërisht kjo ide e fuqishme e identitetit na çon natyrshëm te parimi tjetër thelbësor. Pse duhet i japim përparësi sistemeve dhe jo qëllimeve? Kjo është një nga fjalit më të forta të librit. Ti nuk ngrihesh në nivelin e qëllimeve të tua, ti bie në nivelin e sistemeve të tua. Mendojni pak, fituesit dhe humbësit shpesh kanë saktësisht të njëjtat qëllime. Ajo që i dallon nuk është dëshira, por sistemi që kanë ndërtuar për të arritur atë dëshirë. Kjo tabel e tregon kaq qartë ndryshimin. Qëllimet janë të mira për të caktuar një drejtim, për të pasur një vizion, por janë sistemet ato që sigurojnë progresin e përditshëm. Një qëllim është si të thuash, dua të shkoj në Rom. Sistemi është makina, karburanti, harta dhe vendimi për të udhëtuar çdo ditë. Dhe kjo është kaq çliruese. Nëse ke vështirësi të ndryshosh zakonet, problemi nuk je ti. Problemi është sistemi yt. Pra, në vend që të fajsojmë veten për mungesë vullneti, duhet fokusohemi te diçka shumë praktike. Të ndërtojmë një sistem më të mirë, një proces më të besueshëm. Mirë, po si i ndërtojmë këto sisteme? Gjithçka fillon me idenë e përmirësimeve të vogla, përmirësimeve atomike. Një zakon atomik është pikërisht kjo. Një ndryshim i vogël, pothuajse i padukshëm, një fitim marginal, po është pikërisht ky ndryshim i vogël që bëhet pjesë e një sistemi shumë më të madh rritjeje. Synimi nuk është të arrish përsosmërinë brenda një nate. Jo, synimi është thjesht të jesh 1% më mirë sot se dje. Vetëm kaq. 1% është diçka që secili prej nesh mund ta bëjë, pa diskutim. Dhe pse është kaq i fuqishëm ky 1%? Sepse gjatë një viti, ai përmirësim i vogël ditor nuk mblidhet, por shumëzohet, bëhesh 37 herë më i mirë. Është fuqia jashtëzakonshme e interesit të përbërë e zbatuar te vetja jon. Tani, një mënyrë super praktike për ta zbatuar këtë është rregulli i 2 minutave. Ideja është e thjeshtë. Kur fillon një zakon të ri, duhet të zjas më pak se 2 minuta. Pse? Sepse kjo e bën fillimin e veprimit pothuajse pa asnjë mundim. Pra, të lexosh një libër
bëhet lexo një faqe. Të bësh yoga për 30 minuta bëhet thjesht nxjerr tapetin e jogës. Të vraposh 5 kilometra bëhet vish atletët e vrapit. Shikoni, qëllimi këtu nuk është të arrish fundin, por të zotërosh artin e të filluarit. Duhet të standardizojmë para se të optimizojmë. Dhe kjo lidhet me një ide tjetër. Bëu arkitekti i botës tënde, jo thjesht konsumatori i saj. Çfarë do thotë kjo? Strukturoje mjedisin tënd që zgjedhja e duhur të jetë zgjedhja më e lehtë. Nëse do të hash fruta, mos i fshi në frigorifer, vëri në mes të tryezës. Nëse do të pish ujë, mbaje shishen gjithmonë pranë. Kjo nuk ka të bëjë me forcën e vullnetit, por me një dizajn inteligjent të jetës. Dhe e gjithë kjo na sjell tek ideja më e fuqishme, ajo që i lidh të gjitha pikat së bashku. Çdo veprim që ndërmerr, sado i vogël, është një votë për llojin e personit që dëshiron të bëhesh. Çdo herë që zgjedh ujë në vend të pijes me gaz, voton për një version më të shëndetshëm të vetes. Çdo herë që lexon një faqe, voton për një version më të ditur. Çdo ditë ti voton me veprimet e tua. Pra në fund të ditës, nuk ka një listë këshillash magjike. Ka vetëm një pyetje thelbësore: për kë do të votohet sot? Identiteti është busulla, zakonet janë hapat. Vazhdoni të votoni për veten që doni të bëheni, çdo ditë, me çdo veprim.